Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahun e falenderojmë, selamat dhe salavatet qofshin për më të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Sot do të vazhdojmë të flasim në lidhje me kapitullin e besimit, saktësisht në pjesën e dytë në lidhje me besimin në melajket. Melajket kemi treguar në dersin e kaluar që janë prej krijesave të Allahut të lartësuar, krijesa që Allahu i ka krijuar nga drita. Dhe kaq dijim për fizionominë apo zanafillën e tyre. Kemi shpjeguar në ligjëratën e kaluar që ato krijesa melajket, pra angjëjt, i kanë paraprit njerëzve në krijimtari dhe disa prej cilësive, disa prej përshkrimeve të tyre dhe roleve të tyre Allah i lartësuar dhe pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam na kanë treguar në Kur'an. Këto krijesa fisnike, të cilët Allah i lartësuar i ka krijuar nga drita, thot Allahu, ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun, janë robër fisnik, robër të ndershëm, të cilët nuk i paraprin fjalëve të Allahut, mirë po, ata të gjithë i zbatojnë urdhrat e tij. Ata të gjithë i jetësojnë urdhrat e tij. Pastaj Allah i lartësuar duke i lavdruar këto krijesa fisnike, melajket, thot la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nuk i rebelohen Allahut të lartësuar me gjunahe. Pra nuk është në natyrshmërinë e tyre të bëjnë gjunahe. Nuk dinë ti rebelohen Allahut të lartësuar. Nuk i rebelohen me mos bindje Allahut të lartësuar, përkundrazi yaf'aluna ma yu'marun, ato i zbatojnë, ato krijesa i zbatojnë të gjitha urdhrat me përpikmëri. Për numrin e tyre, vetëm Allahu është ai që e din numrin e saktë të tyre. Këto krijesa Allah i lartësuar ju ka vendosur role të caktuara. Për roleve më fisnike është zbritja e shpalljes së Allahut të lartësuar tek njerëzit, tek robërit e Allahut në tokë. Nga se Allah i lartësuar ka përzgjedh prej melajkeve të dërguar ambasador të shpalljes, pra që ta zbresin shpalljen prej Allahut të lartësuar tek njerëzit, sikurse ka përzgjedhur nga njerëzit të dërguar dhe pejgamber që atë shpallje të cilën Allahu i lartësuar ja u ka shpallur përmes melajkeve, t'ja u përcjellin njerëzve të tjerë. Allahu thot: Allahu yastafi min al-malaikati rusula wa min an-nas. Allahu i lartësuar përzgjedh nga melajket si të dërguar që janë të ngarkuar me rolin e përcjelljes së shpalljes prej Allahut të lartësuar tek krijesat e tij dhe prej njerëzve. Kur flasim me melajket, në përgjithësi besimtari sikurse e përjashton vetveten mund diku nga besimi në melajke. Përkundrazi, besimtari muslimani kur lexon për botën e melajkeve, kur lexon apo dëgjon për përshkrimet të cilat Allahu i lartësuar ja u bën melajkeve në Kur'an apo në sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet ta përjetoj këtë botë të melajkeve, këto krijesa fisnike, ta robër të ndershëm të Allahut të lartësuar, të cilët i binden Allahut të lartësuar dhe nuk i rebelohen në asnjë çast, mi përjetu për zgjedhjen që Allahu i lartësuar ta ka bë dhe të ka vendos në mesin e atyre robërve të cilët i binden me dëshirën e tij. Do të thonë me vullnetin dhe me dëshirën tonë. Gjithë secili prej nesh i bindemi Allahut duke kërkuar ndihmën prej Allahut që Allahut na ndihmoj dhe të na jap sukses që t'i bindem. Pra, kjo përzgjedhje që Allahu i lartësuar na ka bë, që ta besojmë Allahun, ta adhurojmë Allahun, Allahu na ka rreshtu tek robërit të cilët i binden Allahut, edhe për dallim prej melajkeve ne njerëzit kur bijim në gjunahe, të cilët është çdo njeri gabimtar, çdo njeri është mëkatar, duhet të shpejtoj të pendohet tek Allahu i lartësuar, për ndryshe prej melajkeve të cilët nuk dinë apo nuk i rebelojnë Allahut të lartësuar. Kur flasim për besimin në melajket, duhet ta kemi parasysh që ky besim rrjedh nga besimi jon në Allahun e lartësuar. Pra është një vërtetësi e besimit tonë në Allahun e lartësuar. Dhe çdo kusht tjetër i imanit, çdo bazë tjetër e imanit është si rrjedhojë e besimit tonë në Allahun e lartësuar. Nga se çysh kishim me ditë na për melajket, mos ta kishim besimin në Allahun. Çysh kishim me njoh na rolet e melajkeve, përshkrimet të cilat Allahu i lartësuar ka bëu melajkeve, sikur mos kishim besuar që kjo është shpallja e Allahut të lartësuar. Pra nuk ka burim të njohjes së melajkeve të asnjë lloj përveç shpalljes të cilën Allahu i lartësuar e ka zbritur tek pejgamberi jon, kjo është shpallja e fundit e ruajtur dhe për të cilën Allahu i lartësuar e ka marrë përsipër rujtjen e saj dhe prej sunetit të saktë profetik. Pra
Kur ne besojmë në me lajke dhe në ato rolet e tyre, e kemi parasysh që këtë këta duhet të bazojmë në shpalljen e Allahut të lartësuar. Allahu i lartësuar, nga urtësia e tij e përkryer dhe mëshira e tij, është që ka të dërguar mjallë kallëzuar njerëzve rolin pse janë ardhur në këtë botë. Po ashtu, Allahu i lartësuar nga fuqia e tij absolute ka krijuar krijesa të panumërta, krijesa që vetëm Allahu i lartësuar e din numrin e tyre, të cilët e adhurojnë pa ndërprerje. Vazhdimisht e adhurojnë Allahun me tesbih, vazhdimisht e lavdërojnë, vazhdimisht e madhrojnë dhe vazhdimisht e lavdërojnë Allahun dhe e falenderojnë atë. Në lidhje me lajket, me argumentet për me lajket, i kemi përmendur disa në ligjëratën e kaluar, dhe kemi thënë që prej ajeteve thot Allahu i lartësuar: "Walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Devotshmëria është ajo, besimi i përsosur, devotshmëria është ajo kush beson në Allahun, në ditën e fundit dhe në me lajket, dhe në librat dhe në profetët. Pastaj Allahu thot: "ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا." Kush e mohon Allahun dhe me lajket dhe librat e tij dhe të dërguarit e tij dhe ditën e fundit, ky i tilli ka devijuar devijim të madh. Pastaj Allahu thot, duke na kërcënuar ata që i mohojnë me lajket, thot: "Men kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna Allaha aduwwun lil kafirin." Kush është armik i Allahut të lartësuar dhe i me lajkeve, engjëjve të Allahut dhe të dërguarve, dhe Gjibrilit dhe Mikailit. Këta dy emra të melajkeve të cilat Allahu i lartësuar i përmend në Kur'an, fa inna Allaha aduwwun lil kafirin, Allahu është armik i jo besimtarve. Pastaj edhe kemi hadithin e Gjibrilit që Allahu i lartësuar thot, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pyet për imanin, Gjibrili kur pyet pejgamberin tonë për imanin, dhe ai përgjigjet: "En tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi." Dhe pastaj kemi hadithin e Gjibrilit, në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përgjigjur në lidhje me imanin, është kur e pyet Gjibrili se çka është imani, kur vjen në atë formën e njeriu, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgjigjet të besosh në Allahun, në me lajket, në librat të dërguarit, ditën e fundit dhe në kaderin e qoftë i mirë apo i keq. Këto janë ato të cilat pravarësisht i kena përmendur në ligjëratën e kaluar, tash do të vazhdojmë në vijim të përmendim disa prej sifateve plotësuese çfarë nuk i kemi përmendur në ligjëratën e kaluar dhe për roleve të me lajkeve. Prej sifateve të cilat Allahu i lartësuar i ka përmendur në Kur'an të me lajkeve është që janë përshkruar me krijimtari të bukur dhe janë përshkruar me formë të bukur. Madje kur ato gratë e Jusufit e shohin Jusufin alayhis salam dhe mahnitën nga bukuria e tij, çfarë thonë? Ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. S'është ky njeri. Ky është vetëm se një melek fisnik. Pra kur e shohin bukurinë e përshkruajnë sikur se të ishte një melek fisnik. Sikur të ishte një melek fisnik, e kjo tregon për bukurinë e me lajkeve. Pra me lajket janë robërt e Allahut të lartësuar, janë të përshkruar me pamje të bukur dhe krijimtari të bukur. Po ashtu me lajket nuk atribohet, nuk cilësohen as me femra as me meshkuj. As nuk janë gjinis femnore, as gjinis mashkullore. Allahu i lartësuar thot: "Wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha, ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun." I dhujtarët i kanë cilësuar me lajket sikurse të janë të gjinis femnore, femra, bija. Allahu i lartësuar i kërcënon dhe i qorton dhe thot: "A mos vallë keni qenë dëshmitar të krijimit të tyre?" Pra një pyetje qortuese, se ata nuk kanë qenë. Atëherë, përderisa nuk keni qenë dëshmitar të krijimit të me lajkeve, atëherë qysh folni diçka për me lajket, për botën e ghaibit, pa dije. Qysh folni jashtë asaj çfarë Allahu i lartësuar ju ka mësuar. Thot Allahu se tuktabu shahadatuhum, do t'ju shkruhet ajo deklarata atyre dhe pastaj do të merren në llogari për deklarimin e tyre. Po ashtu me lajket kanë krah dhe Allahu i përmend rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba, këta krijesa, këto me lajke, të cilët janë si të dërguar, kanë krah, 2 par, 3 par apo 4 par krah. Pastaj po ashtu prej cilësive të me lajkeve, dhe kjo ta jep atë ndikimin në imanin tonë, në gjallërinë tonë në kryerjen e adhurimeve, është që Allah i lartësuar ka rob të cilët nuk plagështohen asnjëherë, nuk lodhen asnjëherë. Dhe sa herë na ka plagështia, sa herë na ka dembelia, apo sa herë na hyn vetja në qef,
Ha kujtojmë se Allahu i lartësuar ka rob që kur nuk plagështohen, kur nuk dembelohen, kur nuk lodhen nga adhurimi i Allahut të lartësuar. Thot Allahu në Kur'an: "Yusabbihuna al-layla wan-nahar la yafturun." E bojnë tasbih Allahun natën dhe ditën dhe kur nuk plagështohen. Thot: "Falladhina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-layli wan-nahari wa hum la yas'amun." Melajket të cilët janë tek Zoti e lavdrojnë Allahun e lartësuar natën dhe ditën dhe kur nuk i ka plagështia, Këto janë ato melajket të cilët Allahu i lartësuar i ka përshkruar, të cilët asnjëherë nuk lodhen nga adhurimi i Allahut të lartësuar. Po ashtu si sifat apo si atributi melajkeve është që nuk ushqehen, as me ushqim as me pije. Edhe nuk kanë nevojë për ushqim as për pije. Thot Allahu, kur shkojnë melajket sikur musafir tek Ibrahimi alayhis salam në formën e njeriut, që shkojnë edhe ja tregojnë e përgëzojnë me lajmin e lindjes tek Sara dhe po ashtu ja japin lajmin për dënimin e Lutit, popullit të Lutit. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa. Kur i ka pasi që ja observon atë ushqimin, i gostit Ibrahimi alayhis salam, këta musafir, se nuk e dinë në esencë që janë melajke, nuk i zgjasin durët e tyre drejt ushqimit. Ati viçi të pjekur në gur që është shpërshkruar në sure tjera, të cilën Ibrahimi alayhis salam ja u përgatit si gosti dhe nuk e zgjathin dorën drejt ushqimit dhe Ibrahimi friksohet se mos kanë bënë një plan, ndonjë kurth, kanë ardhur me ndonjë mendim të keq apo me niyet të keq dhe me të drejtë friksohet, pastaj melajket i thojnë: "La takhaf inna ursilna ila qaumi Lut." Mos u frikso, se nuk kemi ardhur me të bëjë diçka keq, mirë po ne jemi në alë tek ti, ta japim lajmin se do të shkojmë tek Luti. Po ashtu Allahu i lartësuar na tregon që i ka krijuar nga drita, khuliqat al-malaika min nur, janë krijuar nga drita dhe po ashtu melajket janë krijesa madhështore. Kur në lidhje me madhështinë, nëse do të mi kuptu sa është i madh Allahu, krijuesi jon, medito rreth madhështisë së krijesave të tij. Nëse krijuesi ka kriju kësi krijesa madhështore, atëherë kupton se sa madhështor është Allahu i lartësuar. Nuk mundet mi përtheku asgjë për krijesave të tij se sa i madh është Allahu i lartësuar. Vetëm dëgjoni këto dy hadithe të sakta rreth përshkrimit se sa të mëdhej, se sa madhështore janë këto krijesa fisnike të Allahut të lartësuar me lajket. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka pa Xhibrilin në formën e tij origjinale në atë formë të cilën Allahu i lartësuar i ka kriju, dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa sada ma bayna al-ufuq." Ja ka mbulu të gjithë horizontin. Njëri kur del me këshirë në horizont, domethënë komplet shka ka 180 shkallë, mos më shumë shkallë, komplet shka ka përpara, kur e ka pa Xhibrilin në formën e tij origjinale, të cilën Allahu i lartësuar i ka kriju, ja ka mbulu komplet horizontin. Kjo është njëri prej melajkeve të Allahut të lartësuar. Prej melajkeve të tjera madhështore janë mbajtësit e arshit. Bartësit e arshit. Allahu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Udhina li an uhadditha an malakin min malaikatillah." Më është jap leje, me ju tregu për njërin prej melajkeve të Allahut të lartësuar. Sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e bën një parahyrje në çështjen e melajkeve. Dhe thot: "Këto melajke min hamalatil arsh." Nga bartësit apo mbajtësit e arshit, thot: "Inna ma bayna shahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 am." Mes larpës së veshit, është fundi i veshit, e deri tek supët e krahërorit është distancë e kalimit 700 vite. Nëse shikojmë tek njëri, ne nuk e dim çush është formë krijimtaria, esenca e melajkeve. Mirë, por nëse e bëjmë një krahasim te ne, çush i bën kjo distancë, kjo është larpa e veshit dhe kjo janë supët e krahëve. Mirë, por kjo ndryshon prej krijesës në krijesë. Dhe ne nuk e përngjasojmë as melajket me njërin, as njërin me melajket. Mirë, po hadithi kështu thot: mes larprave të veshit deri tek supët e krahëve. Mirë, po Allahu i lartësuar e din çush është gjendja apo origjina e melajkeve, vetëm i kuptu madhështinë e kësaj krijese, që është pjesë e ghaibit, ne e besojmë, po mendja jonë është të kufizuar ta paramendoj, është 700 vite. 700 vite distancë. Allahu e din sa është pjesa tjetër e krijimit të kësaj krijimtarisë apo krijesës së kësaj krijese madhështore, e pastaj sa është madhështia e arshit të Allahut të lartësuar, e pastaj sa është madhështia e Allahut të lartësuar. Subhanak ma abadnaka haqqa ibadatak.
I lartësuar është Allahu, nuk di mi madhëru ashtu qysh ati takon Allahut dhe nuk kemi mundësi ta madhërojmë ashtu qysh është idenë që të madhërohet Allahu i lartësuar. Po ashtu në hadithe të tjera thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka në vend në qiell asa hapësira 4 gishtave, vetëm se është një melek që e ka vendos ballin e tij në sejdë ndaj Allahut të lartësuar. Po ashtu kemi tregu Beitul Ma'mur që hyjnë në të 70.000 melek, 70.000 melekin, dhe nuk dalin asnjëherë masi që të hyjnë në të. Kjo është disa prej apo cilësive të krijimtarisë së melekëve. Pastaj Allahu i lartësuar i ka përmend disa me emra prej këtyre melekëve, sikurse Xhibrilin, Mikailin, Israfilin, po ashtu e ka përmend Malik, dhe që është rojtari i zjarrit, thot wanada ya maliku liyaqdi aleyna rabbuk qala innakum makithun, të cilët banorët e xhehenamit e thirrin o Malik, që është rojtari roja i xhehenamit, thuaj Zotit që na merr fund, na merr jetën, atëherë ky rojtar Malik i thot do të qëndroni përgjithmonë në të, Allahu na ruaj. Allahu na ruaj. Dhe melekët përveç që në krijimtari kanë krijimtari të ndryshme, po ashtu edhe në vlerë kanë vlerë të ndryshme. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkon Xhibrili tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot si i llogaritni pjesëmarrësit në Bedër, pe sahabeve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, min afdalil muslimin, janë prej muslimanëve më të mirë. Më të vërtet, pjesëmarrësit në Bedër janë nga pjesëmarrësit, do të thonë nga muslimanët më të mirë, pas atyre 10 të përgëzuarve me xhenet, vinë në radhë pjesëmarrësit në Bedër që janë 300 sahabe. Dhe thot Xhibrili, wa kadhalika man shahida Badran min al-malaika. Po ashtu edhe ato melekë të cilët kanë zbritur në Bedër, si përforcim ndaj muslimanëve dhe ndihmë ndaj muslimanëve, janë nga melekët më të mirë tek Allahu i lartësuar. Pra që kanë marrë këtë vlerë nga pjesëmarrja në Bedër. Po ashtu për melekëve, pra kishim prej atyre të cilët marrin formën e njeriut, formsohen, domethënë marrin formën e njeriut, dhe këta për kemi argumente kur Xhibrili ka shkuar tek Mariamja, dhe po ashtu në hadithin e Xhibrilit kur shkon dhe e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që ka në hadith, rajulun shadidu bayad ath-thiyab, shadidu sawad ash-sha'r, la yura alayhi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahadun, me rroba shumë të bardha, me flokë shumë të zeza, pa gjurmë të udhimit, askush prej sahabeve nuk e ka njoft, dhe në fund të hadithit ky ka ardhur Xhibrili që më ia mësua juve fejen. Pra ka ka marrë formën e njerit. Kjo sa i përket krijimtarisë së tyre. Ndërsa sa i përket roleve të tyre, tregum njëra për roleve është që Allahu i lartësuar i ka autorizuar me dërgimin e shpalljes prej Allahut tek pejgamberët, e pejgamberët pastaj më ia kumtu njerëzve. Po ashtu nga rolet është që e adhurojnë vazhdimisht Allahun e lartësuar. Pa ndërprej. Thot Allahu, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Prej melekëve, çdo njeri prej tyre e ka, melekët përgjigjen për veten e tyre, çdo njeri prej nesh e ka vendin e caktuar në adhurim. Wa inna lanahnu as-safun, jemi në safa, drejtohem, qëndrojmë në radhë. Wa inna lanahnu al-musabbihun, dhe jemi prej atyre të cilët e lavdërojmë Allahun e lartësuar, këto janë melekët. Dhe thot Allahu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ne jemi ata të cilët bëjmë tasbih dhe të falenderojmë dhe të shenjtrojmë apo të përdlirim, t'i largojmë të metat me tasbih ndaj teje o Allah i lartësuar. Po ashtu për roleve të tyre janë barësit e arshit, po ashtu për qellin e shpalljes, po ashtu janë për atyre rojtësve të xhenetit, edhe rojtësve të zjarrit të xhehenamit. Sa i përket xhenetit, thot Allahu, wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara, dhe shkojnë grupe ata besimtarët në xhenet, hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha, derisa të afrohen tek xheneti dhe ju hapen dyert, wa qala lahum khazanatuha, dhe ju thot rejtari i xhenetit, selamun aleikum tibtum fadkhuluha khalidin, selamu aleikum, mirë se vini, ju bën atë ftesën mirë se ardhjes, thot hyni khalidin, dhe qëndroni përgjithmonë, e lutim Allahun të na bëjë për këtyre të cilët i thojnë rojet e xhenetit, hyni në xhenete përgjithmonë. Po ashtu prej melekëve ka ata të cilët i marrin shpirtat. Allah i ka përmend në Kur'an, alladhina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun aleikum udkhulul janna bima kuntum ta'malun. Prej melekëve ka të cilët i marrin shpirtat e mirë dhe i thojnë selam aleikum, hyni në xhenet prej asaj çfarë keni vepruar, jo prej asaj çfarë keni pretenduar apo dëshiruar, prej asaj çfarë keni vepruar. Pra veprat ja përmend si sifat i besimtarëve të cilët hyjnë në xhenet. Ka diskutim të dietarët, a është një melek që i merr shpirtat
apo ka më shumë melek el mauti, që është meleku i vdekjes, që i merr shpirtat, ka komentim të dietarët që meleku i vdekjes ka edhe melekë të tjera të cilët i ndihmojnë në këtë shërbim të marrjes së shpirtrave. Po ashtu Allah i lartësuar i ka caktuar melekëve role të ndryshme në drejtimin e çështjeve të botës, rreve, rënies së shiut të kështu me radhë, po ashtu ka melekë të kodrave, dhe argumenti për melekën e kodrave e kemi hadithin e saktë kur Aisha pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam cila ka qenë dita më e vështirë e jotja, dhe përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë ajo dita kur ka shkuar në Taif, pasi që e kanë përgënjeshtruar, e kanë lëndu fizikisht e moralisht e shpirtërisht idhujtarët Mekas, pasi që u shkuan në Taif me kërku kush pi beson, kush pi merr në strej dhe mi përkra, dhe ka përjetu prej banorëve të Taifit, dhe kur kthehet i dëshpruan, kur kthehet në farforme i mërzitën, afrohet kur është afër Mekës, vjen Xhibrili dhe ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kokën lart, e shën një herë dhe e shet Xhibrilin, dhe Xhibrili thot: "Ja e ke afër melekun e kodrave, nëse don mi urnu i bën bashkë këto dy kodra dhe e shkatron këtë popull." Aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Bel arju an yukhrijillah min aslabihim me ya'budu Allah wahda." Shpresoj tek Allahu që do t'i nxjerr nga pasardhësit e këtyre njerëzve kush e adhuron Allahun dhe nuk i bën shirk. Po ashtu prej melekëve rolet të cilat Allahu i lartësuar i ka caktuar është që mi rujt njerëzit, mi rujt veprat e njerëzve, po ashtu që me bëu dua për besimtarët. Dhe po ashtu e kemi përmend për ato në melekëve të cilët i kërkojnë ato tubimet e dhikrit, dhe po ashtu ka në hadithin dhe pej haditheve përgëzuese në marrin pjesë në ligjërata, në marrin pjesë në mësimin e Kuranit, është hadithi ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La yaqadu qaumun yadhkuruna Allah illa haffathumul malaika." Nuk ndodh që mu mbledh një grumbull i besimtarëve e përmendin Allahun, apo që ta mësojnë Kuranin, vetëm se do t'i rrethojnë melekët. Wa ghashiyatuhumur rahma, i përfshin mëshira, wa nazalat alayhimus sakina, dhe zbret mbi ta qetësia dhe preja, wa dhakarahumullahu fi man 'inda, dhe Allahu i lartësuar do t'i përmend tek ai. Do t'i përmend në shoqërinë e melekëve që janë tek ai. Po ashtu prej roleve të melekëve e kemi shënimin e pjesëmarrësve në ditën e Xuma. Vin hadithin ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: kur është dita Xuma, melekët rrinë tek dera e xhamisë dhe i shënojnë njërin pas tjetrit. I shënojnë pjesëmarrësit apo xhamatin që vinë në xhami njërin pas tjetrit. Dhe i përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që vjen në orën e parë është sikurse mi therr kurban një deve. Pastaj orën e dytë është fjala, nëse ndajmë në kohë të caktuar, domethënë ora e dytë i bën jo 6 minuta, po vazhdimisht spikohesh. Në pjesën e dytë është sikurse mi prej një lop, tretën një dele, katërtën një pul, të pestën sa një vezë. Dhe pastaj nëse kur ngritet imami, khatibi, dhe fillon me ligjëru, melekët i mshelin regjistrat e tyre dhe nalen që ta dëgjojnë dhikrin apo hutben. Edhe kjo është ajo përgëzimi që besimtari të nxitojë dhe mos vonohet në lidhje me Xuman, në dëgjimin e hutbes së Xumas dhe ato përgëzime që i ka sa më herë që shkon. Po ashtu prej melekëve ka rol që bojnë dua dhe kërkojnë falje për besimtarin nëse u shkuan në xhami dhe e pret namazin. Dhe melekët bojnë dua për to derisa ai është dhe nuk angazhohet me diçka tjetër, mirë po bën dhikr, lexon Kur'an dhe e pret namazin, thojnë melekët: Allahumma ighfir lahu, Allahumma irhamhu. O Allah, fale, o Allah mëshiroje. Këta pak ne përjetojmë, marr pak më herë në xhami, fatkeqësisht e nxjerrim telefonin, hutohem muhabet, ama munal e mi përjetu këtë hadith, ndryshe do t'ishte gjendja jonë edhe e imanit, edhe reflektimit pas atyre momenteve të qëndrimit në pritje të namazit. Po ashtu, prej melekëve kanë rol në pyetjen e banorëve të varrit, kur i shkojnë melekët pasi që të kthehen familjarët e tij dhe të dëgjohen ato zhurmë të Allahunve, e ulin dhe e pyesin dhe i thojnë: çfarë thu për këtë njeri, për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Nëse ka qenë për besimtarëve, thotë: ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu, dëshmoj që ai është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Pastaj i thojnë: shikoje këtë vend, ky ka qenë vendi yt i dedikuar, ja hapin një vend nga zjarri i xhenemit,
një dritare, i thonë ky ka pas më qenë vendi vet nëse mohajshe. Sikur mos besojshe, ky ka qenë, Allah i lartësuar ta ka zhavencu me një vend prej vendeve të xhenetit dhe ja tregojnë atë. Po ashtu e këto me lajke do të jenë të autorizuar apo drejtuar kanë që mi shkru riskin dhe kjo në pas 120 dite, pra i bjen 4 muaj derisa foshnja është në barkun e nënës dhe aty ja shkruajnë veprat, e gjelin, riskin, edhe është fatlum apo fatzi, shaqinum sa'id, lutim Allahun të na bëj prej të lumturve e të na ruaj që të mos jemi prej të dëshpëruarve. Dhe po ashtu e fryjnë shpirtin dhe gjithashtu për roleve të melajkeve është gjithashtu që t'ja përcjellin selamet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të ummeti i tij, ndryshe quhen sejjahin, sikur me qenë fluturues apo si me qenë përcjellës të selamit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tek ummeti i tij. Këto janë disa prej roleve kryesore të melajkeve. Mirë, po ajo ka duhet ne ta kemi parasysh në lidhje me besimin tonë në melajke, është që besimtari nuk duhet t'i përqesh ata. As nuk duhet t'i mohoj larg mendsh kjo, po as nuk duhet të tallet me ta, nga se është ka tallet me disa krijesa që janë adhurues fisnik, që nuk lodhen asnjëherë në adhurimin e Allahut të lartësuar. Dhe Allah i lartësuar i ka kërcënuar ata të cilët i armiqsojnë me lajket. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që me lajket lëndohen prej njëjtë sikurse që lëndohen edhe njerëzit. Thotë fa innal malaikata tata'adha mimma yata'adha minhu banu adam. Me lajket lëndohen, dëmtohen, ngushtohen prej asaj çfarë lëndohen edhe njerëzit. Në veçanti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që me lajket lëndohen apo dëmtohen nga që e besimtarit në xhami. Sikur llogaritë çdo gjë që ka mu dëmtu, mu lëndu një besimtar afër teje në xhami, njëjtë mundet mu lëndu ose mu dëmtu edhe një me lajke. Dhe prandaj besimtari vazhdimisht duhet ta merr parasysh që ti trajtoj me lajket sikur se i ka për rreth veti. Edhe ashtu është që i ka për rreth veti, edhe pse ne nuk i shohim, ata na shohin neve dhe i kanë rolet e tyre të caktuara. Po ashtu, prej fryteve të besimit tonë në melajke, që është rrjedhim i besimit tonë në Allahun e lartësuar, është shtimi i imanit. Shtohet imani momentin kur e din që Allahu i lartësuar ka me mia, s'po me mia, me miliarda krijesa të cilët e adhurojnë Allahun e lartësuar dhe ti je në mesin e këtyre adhuruesve. Privilegj, Allah i lartësuar mua e ty na ka përzgjedh. Kjo përzgjedhje don falënderim, kjo përzgjedhje don vlerësim, don një ndje që Allahu i lartësuar ty të ka përzgjedh që më adhuro Allahun, sikurse ka pa kufi krijesa të cilët adhurojnë. Njëkohësisht, kjo është edhe shërim i vetvetes. Nëse të kap ndonjëherë ujbi, ajo vetkënaqësia, vetpëlqimi, më thon ka dal se Allah i lartësuar ka sikurse ti, jo sikurse ti, po shumë më të mirë se sa ti me pa kufi krijesa. Dhe këtu ti e mjekon vetveten edhe kur je i plagësht e nxit, e kur je si tin vetpëlqimi e për ul dhe ja tregon vendin nefsit tënd ku e ka dhe kështu e mjekon vetveten. Po ashtu nga frytet e besimit tonë në melajke është se falenderojmë Allahun e lartësuar se ka caktuar robër të cilët merren me çështjet tona, me çështjet e jetës së kësaj bote dhe botës tjetër dhe mirëmbajtjes apo drejtimit të çështjeve të gjithësisë kozmosit, sikurse shiut, bubullimeve, erarave, kodrave, lloj role të cilët Allah i lartësuar jo ka caktuar ushtarëve të tij, për krijesave të tij, të cilët janë në vetëm Allah i lartësuar i din numrin e tyre. Po ashtu lajke është që besimtarin kur e din që i ki vëllezër, ki prej krijesave të Allahut të lartësuar, që adhurojnë Allahun pa ndërprej, dhe nuk plagështohen, nuk lodhen asnjëherë, kjo ta jep ty një farë lloj gjallërie në adhurimin e Allahut të lartësuar. Pastaj kur e din që në namazin e sabahit vijnë me lajket dhe në bota e ndrimi me lajkeve të cilët e kemi treguar herën e kaluar, dhe në ato me lajket të cilët marrin pjesë në leximin e Kuranit, gjitha këto ty të nxisin me shku edhe nëse je ka falësh vetëm në xhami, e din që i pranishëm në xhami janë edhe me lajket dhe ta japin një farë lloj vullneti, një farë lloj ambicie që ti nuk je vetëm, je bashkë me lajket dhe vetëm se ti nuk i sheh, ato të shohin dhe ato e kanë rolin e caktuar të cilën Allahu i lartësuar jo ka caktuar. Po ashtu besimtari me kujdesin që ti mos i lëndoj apo dëmtoj me lajket, automatikisht kujdeset që ti mos i lëndoj dhe dëmtoj edhe njerëzit për rreth.
Sikurse që tham që lëndohen me lajket, ashtu siç lëndohen njerëzit, momentin që kur secili prej nesh ka më kujdes që ti mos i dëmtoj me lajket, mos ketë pejti aromat këqija, mos dëgjohen fjalë të dyta, mos ketë mendime të këqija, se edhe fjalët të cilat ti i thu me lajket, prej sifateve të me lajket është që turprohen. Shka ardhë në hadithin në ngjarjen e Uthmanit, nga Uthmani, kur ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ulur dhe i ka pas të përvjelura mëngët. Ka hi Abu Bekri, ka hi Omeri, nuk ka lëviz. Kur ka hi Uthmani, i ka fshu mëngët e tij dhe rrobat e tij prej gjynjve të poshtë. Dhe ka thonë pse? Ka thonë se erdh Uthmani që është i turpshëm e prej tij turprohen me lajket. E kur ne e kemi parasysh që me lajket i shënojmë veprat tona, atëherë kujdesemi edhe për fjalët tona, kujdesemi për veprimet tona që me na ardh marrë prej me lajkeve që i përcjellin këto fjalë, këto vepra tona tek Allahu i lartësuar dhe vazhdimisht ti je në gjallëri, një farformë ndërveprim me lajke, nga se e din që këto i përcjellin fjalët e tuaja apo veprat tuaja tek Allahu i lartësuar dhe po ashtu kur e din që Allahu i lartësuar ka vendos me lajke që i ruajnë njerëzit, i ruajnë përpara, përmrapa, djathtas, majtas, kujdesen nga rreziqet, sidomos në ato rastet kur besimtari i thot e lexon ajetul kursin para se me flajt, i bën dhikrit e mëngjesit të mbrëmjes, atëherë ka një farlloj qetësie, një farlloj sigurie, mbështetet në Allahun e lartësuar dhe nuk i friksohet askujt prej krijesave, përveç atyre frikave të natyrshme, po është i mbështetur në Allahun e lartësuar dhe e ka një farë qetësie, një farë prehje në Allahun e lartësuar nga besimi i tij që rrjedh në me lajke. Lutim Allahun e lartësuar të na bëjë dobi nga këto çfarë dëgjuam dhe të na shtoj dije të dobishme. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.